E me të hënën vjen edhe Meri Gjini. Mirë më gjese dashur, mirë se vjen. Mirë se ju gjej. Si jemi me energjit njëherë, sepse duket një fillim jave fantastik, të karikuar, gati për këto fund pranvere, fillim vere. Nuk do të trazoj fare atë për kufizimin tënd. Është java që lidh pranverën me verën. Pra kemi atë javën ku dielli do kaloj nga Demat e Binjakët në datën 21, kështu që është më se normale që të ketë një energji të shpejtë dhe të përshpejtuar. Ndërkohë që nuk ka se si të jetë ndryshe me Uranin që vazhdon të jetë në hyrje të drejtë për drejtë me diellin dhe Saturnin që është pak transitor, pra është në gradin e fundit të vetës, por që do ta ndjejmë pak më fort nga mesi i javës dhe në vazhdimsi, por në kuptimin e lehtësirave në fakt, sepse boll na ka lodhur ky Saturn. Megjithatë, duke qenë që ky diell me Uran vazhdon të bëjnë hyrje shumë afër njëri me tjetrin, jo kaq kokë më kokë sa ishin dje parmbrëm në darket dje në orët e para të mëngjesit, por që gjithsesi vazhdon të jetë, kështu që në lëvizjet tona në përgjithësi është bëjmë mirë që të jemi të kujdesshëm, sepse ka nisur që të mërkurën e javës e kaloi dhe do të vazhdoj deri ditën e nesërme, që ajo kujdesi në lëvizje të mos nxitohemi si të rinjtë, sepse dielli tek luanët i përket të rinjve, ose ka energjinë e të riu të freskët të shpejt, të mos të nxitohemi, pra të vazhdojmë të jemi pak të maturuar akoma derisa dielli të vendoset përfundimisht tek Binjakët. Gjithashtu e nisi me një hënë tek ujorët, e cila përgjatë gjithë ditës së sotme ka një tendencë për të na bërë gjysmë social. Çfarë do të thënë kjo gjysmë social? Në orët e para të paradites me një ndjesi sikur duam ta nisim javën me ritëm të ngadaltë dhe ndryshon komplet ritmi duke u përshpejtuar shumë dhe duke dashur që të jemi në grupime sociale, në diskutime, në lëvizje. Është një periudhë në fakt dhe është në fakt është ajo java që do të shënoj edhe fillimin e një periudhe që i përket në përgjithësi të rinjve, sidomos studentëve, ata që kanë provime, ata që kanë gjëra për të testuar, ata që kanë çështje letrash, çështje zyrash. Pra në përgjithësi është një javë e cila shënon fillimin e një periudhe të mirë ose shumë të mirë. Është disi e rëndësishme për vendin tonë, do të vazhdojë në fakt duke qenë që tranziti i Uranit, tranziti i Saturnit lidhen disi me vendin tonë, duke qenë që Saturni është pothuajse dhe në gradë barabartë me Plutonin e vendit, kështu që nuk është të mungojnë zhurmat, nuk është të mungojnë informacionet, por që ka lidhje me ata që janë shumë si për nesh, pra nuk i përket masës. Kështu që në përgjithësi quhet java e të rinjve dhe ata që janë të rinj do ta shijojnë si të rinj. Okej. Yes. Fillojmë me konkretisht me shenjën e dashit, e cilët kanë një hyrje të mirë, do të thosha, për të marrë situatat në kontroll. Çfarë do të thotë kjo? E para të dinë ku gjenden me situatën ekonomike, e dyta të dinë ku duan të çojnë çështjet praktike dhe profesionale. Do të përgatiten në fakt me këtë prurjen e Saturnit që në rastin e Saturnit tek dashin ndryshon shumë si koncept, si ndjesi, si përjetim nga Saturni tek Peshit. Është pak si në shtëpi të huaj, por që gjithsesi u jep mundësi të lindurve në shenjën e dashit të mund të ristrukturojnë si nga fillimi statusin e tyre, personal apo profesional. Kështu që të përgatiten për atë periudhën në të cilën do të merren seriozisht me se si duan të ndërtojnë apo se ku do ta ndërtojnë ecurinë e tyre në drejtim të profesionit më shumë se sa në pjesën personale, por jo se do të mungojnë pjesën personale. Pjesa personale nuk do të mungojë as në këtë javë, duke qenë që Venusi është në hyrje të fortë në gradë të barabarta me Marsin në dy shenja zjarri, kështu që pasioni nuk do të mungojë. Shijojeni bukur, por pasionin të tregoni në më të mirën dhe të dashuria juaj. Jo me më shumë pasion se ç'duhet në çështje të profesionit, sepse kjo mund të bënte që të prishej pak terezia, duke qenë që kemi një Mërkur tek Demat, i cili është këmbgulës dhe është i ngurtë, nuk është kaq sa të shkojë shenjave të zjarrit. Kalojmë tek Demat, të cilët kanë Mërkurin tek vetja, është pak në të shprehur, është pak e vështirë ta tregoj eksaktësisht atë çfarë duhet të them, duke qenë që Mërkuri është tek Demat, tek ata, në katër këndër si me hënën sot, pas po njëkohësisht edhe në katër këndësh me Marsin. Kjo e bën që do të duhet po gjatë ditës së sotme dhe deri të mërkurën në mëngjes, do të duhet të zgjidhin njëkohësisht problematikat e mbartura në çështjet personale, apo në raportet në çift, apo në raportet në familje, pra çfarë është diskutuar, çfarë shqetësimi kanë pasur
për ta zgjidhur, për ta lënë pas, por këto do duhet të vendosen në agjendë në ditën e sotme dhe për se si do të organizojnë lëvizjet. Të dyja duan mendimin e vet ose të dyja duan maturimin e vet. Ndërkohë që Urani në hyrje të drejtë për drejtë me diellin vazhdon të ndikojë tek të lindurit në ditët e fundit, është 2 ditë që fundi që do të ndikohet këto ditë. Por në rastin konkret kam bine që do të rezultoj për shumë për mirë në qëfar do të dëgjojnë apo qëfar do të afrohet. Sepse mos të harojnë që është një periudhë për instrukturim edhe për demat e pjesa e punës dhe në përgjithësi profesioni apo të veçuarit të vetvetes për evolime personale do të jetë ndjesi dhe qëllim dhe detyrim deri në datën 16 të qershorit për të gjithë, por që në rastin konkret për demat do të rezultojë e pashmangshme dhe për mirë shumë. Kalojmë të binjakët të cilët hyrjet e mërkurit në fakt në qendër do të favorizojnë shumë zgjidhje të çështjeve që kanë të bëjnë me profesionin. Të lindurit në ditët e fundit kanë zgjidhje të rëndësishme për sa i përket fizikut të tyre, kështu që do të duhet ta vendosin edhe këtë 2 ditë në agjendën e tyre kujdesin ndaj vetes, ndërsa ka ardhja e diellit tek ta dhe kalimi i Saturnit tek Dashi do të shënojë ndoshta fillimin e një periudhe e cila do të jetë totalisht shumë e lehtësuar për çfarë shqetësimesh kanë pasur dhe nuk kanë qenë të vogla shqetësimet e binjakëve, sidomos në lidhje me fizikun e tyre, por është shumë e rëndësishme sepse do të jepet mundësia deri në datën 8 në darkët dielli të bashkohet me Jupiterin. Kështu që fuqi, guxim binjakëve dhe këtë muaj për të shfrytzuar për çfarë kanë të rëndësishme, po shumë të rëndësishme, që mund të jetë një ujdi, një blerje, një pronësi, një çështje ligjore, një çështje e rëndësishme studimore, një çështje e rëndësishme letrash, pra çfarë kanë të rëndësishme që duan përgjat, do të duhet ta vendosin dhe ta kthejnë prioritet që nga dita e mërkur e kësaj jave. Kalojmë te gavorja, të cilët në fakt i kanë një vendosje janë të lehtësuar, edhe pse në hartën e vendit tonë Hona edhe Neptuni janë te gaforja dhe që do duket sikur nga vendosjet planetare të këtij momenti janë të lehtësuar, por që gjithsesi nevoja për të shkëlqyer do të jetë e pranishme, sidomos me kalimin e diellit te binjakët në çfarë kanë për të mbyllur. Që do të thotë ata që kanë për të mbyllur çështje, ata që kanë për të rënë ujdi, nuk e di pse kam të ngecje me zërin sot, që kanë ujdira për të bërë, duket sikur e kanë shumë të thjesht apo lehtësisht të marrin atë çfarë presin, të marrin atë çfarë duan dhe disa prej tyre, sidomos të lindurit në 10 ditëshin e fundit të shenjës, të marrin më të mirën e mundshme. Javë aq sa aktive, aq edhe në kuptimin e të shërbyer për vetveten, jo për të tjerët. Kalojmë tek Luanët. Marsin e kanë tek vetja vetë, e kanë në mes, kështu që pothuajse të gjithë të lindur tek Luanët duket sikur kanë arsye pse agjenda e tyre të jetë ngjeshur, të jetë në vrap dhe të jetë me obligime të ndryshme. Pavarësisht se është është në 4 këndësh, nuk po më lën sot, po si duket ka diçka kaluar, diçka tërës. Do ishte mirë, po tani si ja kam derezin që të ngrihem. Mirë, se periudha alergjike kështu është, se qenë jo, diçka më kaloi tërës dhe s'po ikën. Është Marsi është në 4 këndësh me Uranin tek demat. Çfarë do të thotë? Është më mirë të veprojnë se sa të sqarojnë. Ta kenë parasysh të këshill deri në datën 27 të muajit. Ndërsa ajo që është e rëndësishme është për ditën e sotme dhe të ditën e nesërme kur hëna është ball për ball. Ndërkohë, duke qenë që planetin e fatit e kanë në pozicion shumë të rëndësishëm, do të duhet ta shfrytëzojnë për çfarë shqetësimesh kanë pasur, për të zgjidhur lehtësisht shqetësimet që kanë pasur. Më bëj pamundur sot. Është vetëm nga se do menaxhojmë për pak. Mirë. Jemi tek Virgjëresha. U bëra kështu tani po ndihem sikur jam gjysmake. Tek Virgjëresha, Saturni është në gradë të fundit. Është vendosit e Mërkurit, vendosit e Marsit, por edhe hëna te Bricjapi. Është pamundur, ndoshta do të duhet. Do të ndihmoj ekipi 75 me. Po pra po. Me ujë për ta vijuar bisedën.
Për gjithë virgjëresha që po na presin. Kjo është suspansa më e gjatë që mund kemi patur ndonjëherë në hapësirën e horoskopit, por që mendoj që kjo do e bëj këtë video shumë të klikuar dhe shumë interesante në platformat sociale. Tani ky nuk është lajm i mirë për mua, sepse do ngecem më keq. Sigurisht, por do themi që publiku do thoj kur po i vjen rada shenjësime, sepse pritja mund të jetë pak më gjatë. Do ke shumë mesazhe. Le të shohim juve përpara se sa të fusni në YouTube. Le të shohim anën më të mirë të kësaj historie. Kalojmë te Virgjëresha, duke qenë që Marsi është në familje të 12 tyre, do të thotë që janë pothuajse momentet e fundit që do të shqetësohen me çështje që përkasin të djeshmes. Nisur nga dita e mërkurë dhe dielli tek binjakët u shkon shumë, duke qenë që pavarësisht se janë natyre të ndryshme, një është tokë dhe një është ajër, duket sikur kjo vendosje e diellit duket sikur do të jetë koperus apo zhvillues për Virgjëreshën. Gjithsesi, ka lëvizje, ka plane për lëvizje, ka plane për ndryshime, dhe duke qenë që janë në pritje të Marsit të tyre, pavarësisht se si kanë planet e tyre për sa i përket lëvizjeve, duket sikur në mesin e verës ose në zemrën e verës, çështjet me të cilën do të impenjojnë, i përkasin karrierës, i përkasin punës. Mirë, do kemi gati me njerë për shenja e shigjet. Peshore, më falë, kemi një peshore në këtë studio që praktikisht e bën shumë të rëndësishme, më falë shumë, Alba. Jo, gjitha peshoret këndoku janë në çdo ambient. Unë di të them që e kanë shumë nevojshëm të gjejnë horoskopin për të patur një udhëheqje të mirë, kështu që mirë. Do kemi një shkëputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer edhe një herë me peshoren dhe gjitha shenjat e mbetura. Qëndroni me ne. Mirë, do vijojmë me shenjan e peshores. Çfarë mund të themi për të shenjën? Me diellin në familje në një pozicion shumë të rëndësishëm tek binjakët për peshoren, është një periudhë shumë e rëndësishme për çështje zyrtare, për çështje ligjore, për çështje shkresash, për ujdi dhe për firmosje. Do të ndihmohen këto edhe nga Mërkurit e Dema deri në datën 27, do të ndihmohen shumë edhe me vendosjen e Marsit të Luanit, që është një pozicion shumë njësor dhe ndihmues për peshoren. Atë që do të duhet të kenë parasysh të qëndrojnë larg, me shumë pak të kujdesshëm me virozat sot edhe para ditën e ditës së nesme, pa të kujdesen pak me veten e tyre. Do të lehtësohet shumë situata dhe ritmi nga e mërkura dhe në vazhdimsi. Mund të them që do të rezultojë një vendosje e diellit shumë pozitive dhe frutëdhënëse në çështje të rëndësishme të tyre. Kalojmë tek akrepat, të cilët për sa i përket vendosjes është Mërkuri ball për ball. Në këto hyrjet e vështira, siç tham, është e pamundur që të mos kenë lëvizje. Është një javë me një ritëm të përshpejtuar, ka lëvizje të cilat janë të domosdoshme, ka plane të cilat do të shkojnë siç i presin, por është edhe faktori i të papriturës prezent. Faktori papritës mund t'i përkasi, ose më saktë do t'i përkasi, edhe problematikave të ndryshme që mund dalin në familje, por edhe çështjeve që do dalin te puna. Kjo punës është shumë për mirë, ndërsa çështjet që i përkasin familjes duan kujdes, sepse lehtësisht mund të dalë situata nga kontrolli për ditën e sotme dhe ditën e nesërme. Kalojmë tek shigjetarët, kalimi i diellit përballë tyre, ku ndodhet dhe Jupiteri, do të shënojë ndoshta fillimin e lëvizjes diellore më të mbar të gjithë vitit. Pra, nga data 21 e majit deri në datën 21 të qershorit, më duket se do të jetojnë muajin më të bukur të tyre. Gjithsesi, kjo gjë do të nisi në varësi të gradëve të diellit me shumë fat për të lindurit në ditët e para të shenjës, nisur që nga kjo e mërkur dhe në vazhdimsi në fakt do të kenë mundësi gjatë gjithë muajit të shfrytëzohen nga të gjithë, ndërsa për sa i përket vendosjeve që shqetësojnë shigjetarët në këtë periudhë vazhdon të shqetësojë vetëm Saturni në katërkëndësh, që i përket dhe do të ndikon në fakt vetëm te të lindurit në ditët e fundit. Në ditët e fundit do të duhet të vazhdojnë të jenë të kujdesshëm me lëvizjet e tyre, qoftë edhe duke përfund të shtëpisë. Pra, do të duhet nga dita e djeshme dhe deri ditën e nesërme të vazhdojnë të jenë të kujdesshëm në lëvizjet e tyre. Vim te Bricjapët, të cilët familja është kryefjala e kësaj periudhe. Familja në kuptimin e bukur të fjalës, në kuptimin e zbukurimit, zgjerimit, ujdisë, zgjidhje të çështjeve pronësive, pra çështje që kanë të bëjnë me çfarë rregullon dhe jep cilësi në situatat familjare të tyre. Është një javë e cila do të ketë
lëvizje të bukura ditën e nesërme dhe pas nesër, dhe përsa kohëna do t'jetë tek peshqit, duke sikur do të favorizohen shumë edhe me çështje që kanë të bëjnë me pjesën e mendimit, kthjellimit, ideve. Pra çfarë ka të bëjmë me shpirtin, jo me erosin në vetvete, por me të bukurën që i rrethon ata në të përditshmen e tyre. Pra do të ndihen kreativ për të dhënë më të mirën apo për të sjellë më të mirën në familjet e tyre. Vim tek ujorët, të cilët duke qenë që Marsin e kanë ballë për ballë, është e pamundur që të mos të ngritsen nga të tjerët, në kuptimin e bukur të fjalës, që të mos t'i lënë rehat duke bashkëvepruar, duke bërë lëvizje, duke diskutuar, po çështje që i përkasin për zhvillimit të tyre. Megjithatë, edhe për ujorët, çështja më e rëndësishme e periudhës vazhdojnë të jenë bashkëpunimet, kooperimet dhe çështje që i përkasin punëve në përgjithësi. Dita më e mirë e javës është e marta dhe e mërkura. Kalojmë tek peshqit, të cilët janë me tendencën në ditën e sotme që pjesa më e madhe e tyre të duan të jenë fjalë pak dhe me ambiente me sa më pak njerëz. Saturnit, dalja e Saturnit, që është lehtësues në fakt për të gjithë peshqit, por që e kanë ndjerë dhe o ta ndjejnë këtë javë të lindurit në 2 dhjetëditën e parë, 10 ditë i tretë vazhdon të ndjehet me obligime të shumta. Kalimi i diellit tek binjakët favorizon për çështje që përkasin shtëpisë, që do të jetë tematik qendrore, dhe çështje që përkasin ndryshimeve në punë ose evolimeve në punë. Të dyja do të jenë tematik qendrore për sa i përket për sa kohë dielli do qëndrojë te binjakët. Ndërsa të kujdesshëm do të duhet me shëndetin, do të duhet të vazhdojnë të jenë të lindurit në 2 ditën e fundit të shenjës, edhe pak ditë që ka ngelur Saturni, sepse duket sikur refuzon të dorëzohet deri në momentet e fundit të qëndrimit tek peshqit. Pra është një javë që ka të papritura, ka zhvillime, është një javë që ndoshta është pak prezent lodhja po ankthi sot dhe pak nesër paradite, po sa më shumë i afrohemi mesit javës, aq më të lehtësuar do të ndihemi dhe do të jemi. Meri, faleminderit shumë. Unë falenderoj shumë se sot ishte fantastike si çdo herë. Faleminderit shumë. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe qëndrojmë ne për Ujtsin.